Një sër investimesh të rëndësishme do të kryen gjatë vitit 2024 në Bashkinë e Kolonjës. Përmes buxhetit të këtij viti është parashikuar ndërhyrje në 2 qytetet e kësaj bashkie, por edhe në njësitë administrative, si në infrastrukturë, kanalizime, bujqësi e terrene sportive. Rikualifikimi i qendrës Mollas i shtrirë në fond investimi në 3 vite, kjo përfshin kanalizimet e ujrave të zeza, veshjen me sistem kapot të pallateve dhe sistemimin e ambenteve të çlodhës, si lulishtet. Në investimet e këtij viti do të përfshihet edhe rikonstruksioni i sheshit pas bashkisë, si dhe sheshi para muzeut të Ersekës. Do të vijojë rikonstruksioni i trotuareve në qytetin e Ersekës dhe një gjë e tillë do të kryhet edhe në qytetin e Leskovikut. Nënkryetari i Risto thotë se investimet do të kryhen edhe sa i takon ndriçimit publik në të gjithë bashkinë. Vazhdojmë me investimin e ndriçimit lehtë, të cilën ne e kemi nisur me qytetin e Leskovikut dhe qytetin e Ersekës, gjë që do ta shtrijmë edhe në njësitë administrative. Në ndihmë të bujqësisë dhe blegtorisë do të kryhet rikonstruksioni i kanalit ujitës Gostivisht dhe Taç Poshtë. Do të ndërtohen prita në lumenj dhe lera e korrita për blegtorin. Këtë vit është menduar edhe rikonstruksioni i terreneve sportive në shkolla dhe ndërtimi i një palestre të re. Rikonstruksion të ambienteve sportive në shkolla dhe do të fillojmë punimet për ndërtimin e palestrës së shërbimit të shkollës së mesme dhe 9-vjeçare. Në të gjithë bashkinë Kolonjë do të vendosen kosha të rinj për mbetje, duke e siguruar kështu një mjedis më të pastër dhe grumbullimin më të mirë të mbetjeve.